Përshëndetje, unë jam Edlira Qepani, jemi në Vox Politics, një podcast për vajzat dhe gratë në politikë për të dëgjuar zërin e tyre në politikën shqiptare. Ku janë në fakt vajzat dhe gratë në media? Kjo është një pyetje e cila na ka ardhur gjithmonë në të gjitha studimet dhe monitorimet që kemi bërë për politikën shqiptare dhe në media shqiptare. Në fakt, zëri vajzave dhe grave në politikë nuk dëgjohet mjaftueshëm në media dhe nga të gjitha studimet që kemi ndërmarrë në lidhje me barrierat e vajzave dhe grave në politikë, aksesi në media është një prej tyre dhe mungesa e zërit është një prej tyre. Pikërisht prandaj kemi ndërmarrë me rrjetin Barazin Vendimmarrje, me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy dhe ambasadës britanike në Tiranë, këtë podcast i cili mundohet të jap zë vajzave dhe grave në politikë, mundohet që të diskutojmë së bashku cilat janë barrierat, si ato mund zgjiten, cilat janë sfidat dhe si mund të kemi një zë më të fuqishëm të vajzave dhe grave në politikë, jo vetëm përfaqësim në numra, por edhe fuqi vendimmarrëse. Kam gjithmonë kënaqësinë e veçantë që e bashk prezantoj këtë podcast me të mrekullueshmen Aurora Sulqa, me cilën së bashku sot kemi një të ftuar shumë të veçantë, zonjën Oriola Pampuri, pedagoge në Departamentin e Psikologjisë, politikane prej tashmë shumë vitesh, nënkryetare e Partisë Demokratike Demokratët Euroatlantik, prej vitit 2017 antare e Kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit që jemi ne, Aurora, faleminderit. Kënaqësi Edlira, mirë se erdhe Oriola. Mirë se u gjeta dhe unë Edlira jam shumë e lumtur që jam mes dy zonjave të mrekullueshme, mes teje, që me thënë të drejtën, jo vetëm tani që jam politik, që na kanë lidhur shumë projekte, biseda, takime bashkë, po edhe përpara se përfshirësham politik në jemi shumë më përpara bashkë, dhe dua të bëj një falënderim publik për gjithë misionin tënd dhe punën tënde për kaq shumë vite në mbështetje të grave dhe vajzave. Është kënaqësi që t'jem ftuar këtu me Aurorën, e cila sigurisht në profilin e saj bën një punë shkëlqyer dhe të vyer dhe sigurisht vlen të dëgjohet dhe për mua kjo intervistë vlen me dy zonja kaq të nderuara. Faleminderit, kënaqësia është jone. Faleminderit. Oriola, pyetja e parë, në fakt, ne kemi strukturuar siç e folëm edhe pak më përpara në disa lloje pyetjesh. Pyetjet e para që ne bëjmë zakonisht janë në lidhje me vendimin për tu marrë me politikë. E ke zgjedhur ti politikën, të ka zgjedhur politika ty, si ka qenë vendimi për ty në politikë, se në fakt për shumë vajza dhe gra është një hap i vështirë për të ndërmarrë, veçanërisht në politikën shqiptare që është një sektor i vështirë. Të jem e sinqert, nuk është se unë, domethënë, ka qenë një nga prioritetet e mia për të qenë përfshirë në politikë. Për këtë mund të jem e sinqert. Ishte një moment në 2017 kur Partia Demokratike pati një formë proteste, e cila u manifestua nëpërmjet një çadre. Aty pati shumë pjesëmarrje nga bota akademike, kishte shumë kolegët mia të cilat dilnin, flisnin, përfshiheshin. Dhe njëra nga kolegët e mia më fton që të jem pjesë e disa bisedave që ishin për të rinjt, për studentët, duke qenë që isha pjesë e universitetit. Dal flas dhe të jem e sinqert, unë personalisht nuk kam qenë asnjëherë pjesë e antarësisë, pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, por familjarët e mi ishin. Dhe duke qenë që ishin ata, e mendoja që karriera ime vlente të vijoja më tej dhe kisha familjarët e mi nga bashkëshorti, vllai, daja, të gjithë të përfshirë në Partinë Demokratike. Dhe ishte momenti ku mora pjesë në atë çadrën ku flisnim, diskutonim e tjera me radhë, dhe në momentin që më Çadra e lirisë, më duket, Çadra e lirisë, dhe në momentin ku më bën një ftesë për të qenë pjesë e grupit të Partisë Demokratike, sigurisht nuk e thash, dhe këtë e them publikisht, nuk e thash me njëherë atë po, sepse u mendova dhe më duke dhe ishte faktikisht duke një hap shumë i rëndësishëm. Unë përveç faktit që bëja një karrierë profesionale, kisha dhe familjen, sikurse e kam të shumë të rëndësishme. Kisha 2 fëmijë që sigurisht sot mbas 8 vitesh janë më të rritur, po atëherë kishin më shumë nevojën time, kishin më shumë nevojë familja, fëmijët, bashkëshortët e gjithë me radhë. Por pa diskutim, dy njerëzit me të cilët konsultohem gjithmonë janë im vlla dhe im shoq. Me ata konsultohem gjithmonë dhe nëse marr okejin e atyre, un jam shumë e bindur që do bëj shumë, kam bërë mirë për zgjedhjen që kam bërë. Dhe ishin pikërisht ata të dy të cilët më mbështetën dhe më thanë që po, ti mundesh ta bësh, sepse në fund fare ne gjithmonë themi pse kjo politike ecën kështu, pse bëhet kështu, pse ndodh kështu, ndodh sepse njerëz si puna jote, si puna jon, cilët vijnë nga bota akademike, që kemi një profesion të mirë, stepen për shumë arsye, të cilat ne kemi diskutuar dhe do diskutojmë sot, të përfshihen në politikë. Kështu që mendoj që në një moment mund ta them që
më zgjodhi politika mua, më bëri një ftesë dhe unë sigurisht që e pranova dhe sot ja ku jam në mandatin në fund të mandatit dytë si antare e parlamentit. Ka qenë rrugtimi që ti e mendove që në fillim, pra në momentin që u përfshive për arsyet e tua, për dhënë kontributin, për të bërë më të mirën, në këto 8 vite, u plotësuan pritshmëritë apo rrugës u zhgënjeve që ka qenë një nga rrugtimet më të vështira, Aurora. Që t'jem e sinqert nuk e kisha pritur kështu, sepse duke parë kolegët e mia të cilat kishin vite në Partinë Demokratike, besoj për askënd, për asin grua, ndjes që është e përfshirë në politikë nuk ka komoditet, sepse të qenit grua në politikë është e vështirë jo vetëm në Shqipëri, kjo është çështje që prek të gjithë botën. Një vend në një mënyrë tjetër, një vend në një mënyrë tjetër, por gruaja në politikë është shumë ka një domeni burrave, është domeni burrave, pa diskutim, është domeni burrave dhe është një betejë shumë e vështirë. Dhe përveç që është domeni burrave, ka edhe një betejë tjetër që ne nuk e themi, dhe unë e kam thënë çdo tryezë, neve sulmojmë njëra tjetrën. Dhe neve flasim çdo ditë dhunë ndaj gruas, mos lejimi i grave në përfshirje në politikë, por ne në fakt, në momentin që shohim një grua, një vajzë e cila përfshihet në politikë që ka një kapacitet, ka një formim, neve ndjehemi, do të thënë gratë dhe vajzat, më vjen keq ta them këtë, nuk e di pse ndjehen të rrezikuara. Në fakt, që një grupim të ecë përpara, të ketë sukses, duhet ketë punë në grup. Dhe puna në grup bëhet me njerëz të realizuar, me njerëz të realizuar profesionalisht. Dhe nëse ti që don dhe do ketë vetëm një të realizuar dhe të tjerë do të jenë thjesht numra, ajo punë në grup nuk do të ecë përpara. Dhe nuk kemi arsye pse ta sulmojmë njëra tjetrën, duhet ta mbështesim njëra tjetrën. Dhe unë këtë kam parë. Ka qenë një rrugtim i vështirë, me shumë bryle, me shumë herë mund të kenë hedhur poshtë dhe ti ke menduar dhe ke thënë që nuk vazhdoj dot më, por ka qenë një forcë e brendshme të cilën ti nuk ja ke njohur vetes, por je ngritur dhe ke ecur përpara. Ka qenë një rrugtim i vështirë cilin nuk e prisja kur u përfshiva në politikë. Je penduar? Jo, nuk jam penduar, Aurora, që t'jem e sinqert. Akoma parlamentën por gjithsesi, sepse është pak e vështirë pas 8 vitesh të pranosh dhe të tërhiqesh dhe të kthesh prapë në atë oazë kur ti ke qenë. Prandaj bëra pyetjen e drejtë për drejtë. Aurora, nuk është e vështirë fare, sepse kjo e ka penguar, kjo në fakt na ka çuar këtu ku jemi sot, që shumë prej figurave shumë të vjetra të Partisë Demokratike dhe të politikës, nuk po them për partinë time, edhe të politikës, e kanë shumë të vështira të shkëputjen nga kjo karrigja e politikanit. Njeriu duhet mësohet në jetë, ose më saktë duhet të vijë nga një profesion i mirë, të jap një kontribut në politikë dhe të rikthehet prapë në profesionin e tij. Është kënaqësi. Në fund fare është një eksperiencë, të cilën do ta kujtosh gjatë. Dhe fakti unë po shikoj një gjë, ose nuk kanë patur një profesion, ose s'kanë qenë të realizuar, ose s'kanë qenë të plotësuar, se ky fakt që ta ruash, ta mbash atë karrigen me kaq forcë, ose janë këto benefitet. Benefitet ka pëlqyer në profesion. Ta duash aq shumë atë dhe të bësh gjithçka. Dhe ajo që është për të ardhur keq është të bësh gjithçka, të shkelesh me këmbë gjithçka që vlen në jetë për të patur atë karrige. Këtë me thënë drejtën, jo që s'do ta kisha bërë kurrë, pas nuk e mendoj, madje për mua është mandati i dytë, sigurisht do të kem betejën time në zgjedhjet e ardhshme, nëse nuk ja dal, jam shumë e lumtur të rikthehem profesionit tim, cilin e dua dhe mendoj që është gjëja më e mirë që kam bërë në jetë, që kam investuar për të rritur profesionalisht. Duke qenë se jemi tek vështirësitë dhe tek barrierat, një pyetje kështu, cila ka qenë një nga ditët më të vështira në politikë? Që t'jem e sinqert, në momentin që në politikë ka patur plot ditë vështira. Në momentin që në 9 shtator 2021, Partia Demokratike ishte detyruar që të pësonte një krisje të madhe. Dhe ishte një vendim i vështirë, sepse normalisht të gjithë neve në 34 vite, sigurisht edhe prindrit e mi kanë mbështetur një Parti Demokratike që ka patur një lider, ka patur. Dhe në momentin që ndodhi kjo ndarje, pa diskutim ishte e para njerë konfuzioni që kishe, çfarë po ndodhte. E dyta ishte momenti që do merre një vendim për të vendosur diku, se unë kam një parim, po mora një vendim për të vendosur diku, nuk e ndroj më atë vendim, sikur ta di se do jem humbsja më e madhe, atë vendim nuk e ndroj, sepse është çështje lojaliteti, koherence dhe unë këto nuk i shkel dot. Jam pjesë e integritetit dhe këtë ruaj. Nga je në origjinë? Unë jam nga mami Gjakovare, nga babi Dibrane. Është përveç se është shqiptarit në përgjithësi, po më lëre që ka parë. Kështu që kemi ne të dyja, pra kemi ne, po presim kemi. Kështu që na bashkon një gjë që është këmbgulja. Domethënë unë kam këmbgulje dhe kam koherencë. Domethënë nuk e ndroj me asgjë. Ta di se
do kisha një premtim shumë të madh, sikurse kanë qenë këto premtime gjatë kësaj periudhe, nuk më ka bërë përshtypje asgjë përveç koherencës time, sepse do ndjehesha shumë keq të dilja përpara fëmijëve të mi, familjarëve të mi, prindërve të mi, nëse do të bëja këto piruetat që do më damkosnin përjetësisht integritetin tim për shkak të një karrige. Një karrige nuk vlen më shumë se sa fytyra ime. Kështu që kjo ka qenë periudha më e vështirë, por politikë ka dyra politika, se ka se ke moneda ka dyra. Ka ditë bukura apo jo? Kush ka qenë më e bukura? Shiko, Elira, ditë bukura ka plot, ka momente ku merren vendime të rëndësishme, ka momente ku votohet për çështje të rëndësishme, po sigurisht nuk mund të dalloj shumë ditë bukura. Në politikë ka pak ditë bukura, se betejat janë të shumta. Por që nuk di të dalloj dhe nuk mund të them dot një. Ka disa, por nuk mund të. Kur shpallesh deputete për shembull që zgjedh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jo, emri. A do të them një gjë? Unë personalisht në 2017 jam gëzuar për faktin që isha pjesë. Ishte një eksperiencë e re. Familjarët e mi u stepën dhe thanë tani do filloj një gjë ndryshe për të gjithë ne, sepse ndryshon ritmi i jetës. Dhe sigurisht nuk bën kjo pjesë e ditë të gëzuara, nuk është kjo. Do sigurisht në 2021-shin, po, mund të them që ishte një betejë, isha e 15-a në listë. Isha në një pozicion që më shumë nuk do dilja se sa do dilja, sepse Tirana me sa po të bësh një kalkulim shikon që në ditët e veta më të mira Partia Demokratike ka marrë 14-15 jo në momentet që ishim ne që kishim një betejë më pas lënien e mandateve, kishim lënë mandatet, kishim lënë zgjedhjet vendore dhe ishim shumë të kohë të razuar. Ka qenë kohë të razuar dhe ajo ka qenë një ndjesi pozitive që ndjeva brenda vetes, sepse thash që okay, ja dola, punova fort, mora një numër caktuar votash, edhe pse isha e 15-a, e pa dukshme, lënë me një anë, e pa promovuar, e pa asgjë, domethënë, pa asnjë lloj arme, mora një numër të mirë të votave, duke qenë në atë pozicion, dhe unë ndjeva mirë, unë ndjeva e shpërblyer për atë që bëra. Kaq. Në fakt, nuk ndodh zakonisht që ti mbetet vendi kryeministrit grave, ne nuk kemi patur Ja. Fatkeqësisht asnjë kryeministe, asnjë presidente grua akoma. Por e zëm se do të ishit në zgjedhjet 2025-s, dilni të shkëlqyshëm, bëheni kryeministre. Cili është vendimi i parë që merrni që ditën e parë që futeni në zyrë? Elira është një pyetje shumë e rëndësishme dhe ajo që na dhëm të gjithëve edhe juve këtu, çdo kush që na dëgjon, është fakti që sa shumë ka çaluar ky vend për një arsim më të mirë dhe për një shëndetësi më të mirë. Sigurisht vendimi i parë dhe dy çështjet më të rëndësishme, të cilat do ulesha në tryezë dhe do diskutoja ditën e dytë mbas kësaj gjëje, do thoya, do ishte pikërisht diskutimi për një reformë të mirë në arsim dhe në shëndetësi. Dhe sigurisht pastaj do të vijoj me reformën e pensioneve tjera me radhë. Janë 3 çështje delikate, 2 nga të cilat janë më të rëndësishmet. Ne po vuajmë për një sistem arsimor i cili ka çeduar në këto vite. Nuk them vetëm vitet e këto 12 vite, ka çeduar, ka patur gjithmonë ato problematikat e veta, më shumë këto 12 vite, që të jemi të sinqert, dhe reforma në shëndetësi që sado trumbetohet që po bëhet diçka, nuk po bëhet asgjë dhe është lënë tërësisht pasdore. Do unë jam pedagoge vet, jam në auditor me studentët, të shikosh një universitet i cili është burim i të dhënave, është burim i statistikave dhe ka 0 statistika. Një universitet i cili, dhe kjo jo për arsye të stafit pedagogjik, stafi është i aftë, është aty për të punuar, por nuk ka fonde për kërkim shkencor. Do me thënë, të lësh pasdore sistemi universitar, të lësh pasdore universitetet që janë burimi i statistikave, burimi i dhënave, burimi i studimit, që ti mund të bësh studimet mirëfillta, është gjuna e madhe. Do të thënë, ideja ishte që para pak kohësh u shkrin institutet kërkimore dhe kjo pjesë u kaloi universiteteve. Sërish nuk kanë fonde dhe mundësi për të bërë pjesën kërkimore, pra ka mbetur sërish e pambuluar. Shiko, Edlir, për aq kohë sa GDP-ja për arsimin mbetet po prap në ato nivele që ka qenë, do të thotë që nuk kemi asnjë risi. Nuk kemi asgjë të re. Kemi një institut kërkimor shkencor, institut kombëtar kërkimor shkencor, që është Instituti i Shëndetit Publik. Sigurisht ai bën punën e tij, por nuk mjafton. Universitetet shpesh me studentët kemi bërë, për shembull kur kam qenë në 5 vite kam dhënë mësim pranë Universitetit Mjekësisë në Fakultetin e Shëndetit Publik. Çfarë bëni me studentët? I thoya do bëjmë një studim.
po të marrësh studentët vinë nga rrethet ndryshme. Nëse ti bën një studim dhe shpërndan në të gjitha këto rrethe nga vinë studentët, ti merr të dhënat të cilat sigurisht janë të vyera, janë të rëndësishme. Po nëse kjo ndodh në mënyrë më institucionale dhe bëhet më formalisht, dhe është më profesionalisht, çfarë do të ndodhte? Ne do të kishim këtu sot të dhëna për çdo çështje për cilën flasim. Ne flasim mbi bazë të dhënave për shumë çështje. Dhe kjo për arsye sepse nuk kemi një organizim të mirë sa i përket kërkimit shkencor në universitete për shkak të mangësive të buxhetit. Të gjitha qeverit e kanë shpallur arsimin dhe shëndetësim prioritet. Dhe nuk ka qenë. Jam dakord që prioriteti është kur ti je para për ta drejtuar. Po sigurisht. Në një research që unë bëra kërkim, rezultonte që në pas viteve 90-91 ka qenë niveli më i lartë i buxhetit dhënë për arsimin, 5% e produktit të brendshëm bruto, ndërsa ka qenë për 2025 2.5% e GDP-s, kaq sa ka qenë pothuajse në 10 vitet e fundit, apo 12 vite. Por gjithsesi, pse arsimi nuk trajtohet prioritet? Jo vetëm nga kjo qeveri, por nga të gjitha qeveritë. Duam ta lëngëtu, sepse në finale çdo gjë pastaj përkthehet në fundore tek një qytetar më i përgjegjshëm, më i arsimuar, më kërkues në drejtimin e llogarisë ndaj politikës. Pra, duam dhe lëm ka një prapavi të tillë, apo thjesht shohim emergjencën e ditës dhe nevojën e ditës edhe kjo kalon në një le të themi çështje dytësore. Ne jemi në këto nivele që jemi sot, sa i përket si arsimit, si shëndetësisë, edhe fushave të tjera. Po flas për këto dy që janë dy thelbësore. Arsimi nuk di të ketë një prapavi, është çështje prioritetesh. Nëse një qeveri vendos prioritet ndërtimin e kullave, nëse një qeveri vendos prioritet betonizimin, nëse një qeveri vendos prioritet dhënien me koncesion të shërbimeve të cilat nuk janë prioritet. Për shembull check-upin, nëse do të bësh një ulumtim, nuk është prioritet sot në shumë vende të tjera të Europës. E bëri Shqipëria që nuk kishte luksin ta bënte një gjë të tillë, se po dal nga arsimi në shëndetësi. Nuk kishte luksin ta bënte. Ke laboratorët në qendrat shëndetësore të cilët me atë buxhet që është dhënë koncesionare që s'ka lidhje fare me shëndetësinë, mund të ishin rehabilituar, mund të ishin rikonstruktuar dhe i kishin mbetur shtetit, qendrës shëndetësore. Sot detyrohen qytetarët të shkojnë të bëjnë një check-up që nuk vlen, që nuk ka një siguri dhe që merr para për analiza të pakryera. Tani sa i përket prioritetit të arsimit, është më e rëndësishme. Mendoni fëmijët tonë në një të ardhmja, do të thënë arsimi si thua shënjon të ardhmen, si do të jetë e ardhmja nesër, shife si është arsimi sot. Arsimi sot është në ditët e veta më të këqija. Dhe arsyeja pse nuk investohet për arsimin është sepse nuk vendoset si prioritet, sepse prioriteti është për të pasuruar. Dhe ndaj, unë e them edhe sot politik edhe nesër nëse s'do jem politik. Ne duhet heqim dorë nga politikanë të cilët vendosen aty dhe prioritet kanë pasurimin e vetes. Ne duhet vendosim piketat mbi i dhe të themi që politikanët që duan dhe do të punojnë për Shqipërinë dhe për shqiptarët janë ata të cilët do të vendosin dhe prioritete. Kjo ka qenë arsye që jo vetëm këto 12 vite, por ndoshta mund të ketë çeduar edhe më parë. Të zgjidha them, po këto 12 vite ka kulmuar. Mos kesh prioritet arsimin dhe të shikosh brezat, cilët edhe nëse qëndrojnë këtu ka plot mangësi dhe nëse mbarojnë fakultetin Aurora. Un kam studentët të shkëlqyer. Janë student, e them me bindje që janë student shumë të mirë. Dhe dëgjosh nga goja e tyre të thonë që ne do largohemi. Pse? Mbaron një universitet dhe ti nuk ke mundësi të punësohesh, se s'ka meritokraci. Ose në sakt ke auditorin ose grupi në cilin unë jap mësim e ka të nevojshëm praktikën në qendrën spitalore universitare. Gjë që hasin vështirësi për të bërë praktikat dhe të bësh sot teori pa patur praktik në universitet është një mangësi e madhe. Të gjitha këto janë kleçka të vogla, por të cilat çojnë tek ajo mangësia e madhe. Dhe ndaj arsimi duhet jetë prioritet dhe duhet vendoset prioritet nga politikanët dhe qeveria. Institucionet. Në rolin tuaj si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, ju keni mundësi të bëni projekt ligje, të thrisni komisione hetimore, të bëni interpelanca etj. Sa prej tyre keni bërë në lidhje me këto tema, përgjithsisht me arsimin edhe me shëndetësinë? Keni patur në një kalë betejë tuaj që keni shtyrë përpara? Sigurisht, për sa i përket dhunës në grave, kemi bërë plot herë, kemi thirrur në komision përfaqësues me cilët kemi nxitur debat dhe kemi kërkuar, por atë të cilën unë kam kërkuar dhe kam një
një projekt rezolut tani më që do ta prezantoj, që edhe kjo u bë kaq shumë gjatë, u bë thuajse një vit që mbahet peng dhe nuk shqyrtohet, është për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, të cilët hasin kaq shumë vështirësi dhe jo vetëm këta, por e gjithë pjesa e personave të cilët janë me aftësi të kufizuar, të cilët hasin kaq shumë vështirësi në këtë Shqipëri të vogël, me kaq shumë probleme të cilat nuk i zgjidhin dot as problemet e kësaj kategorie. Kam kërkuar që kjo projekt rezolut të miratohet. Sigurisht do kemi dëgjesën në javët në vijim dhe unë besoj dhe shpresoj si një nga pikat dhe çështjet me cilën kam punuar përpara se të përfshihesha në politikë, siç ishte çrregullimi i spektrit të autizmit, të jap një kontribut i cili nesër të mbetet dhe të jetë pjesë e imja. Sa dëgjohen gratë në politikë? Brenda politikës, në vetvete partisë në cilët aderojnë, por edhe më gjërë në parlament. Ora, ai sa ngre zërin. Para se të është shumë interesant, se para se të marrë përgjigjen Aureola, në fakt neve bëjmë shpesh studime edhe brenda partive politike dhe nga barometri gjinor i partive politike që ne kemi bërë e kemi mbyllur të fundit vitin e kaluar, pikërisht një nga problematikat që gratë kishin edhe brenda partive politike, jo vetëm kur janë të zgjedhura në institucione, ishte që zëri i tyre nuk dëgjohej mjaftueshëm në vendimarrje. A është një problematikë reale apo ka diçka që në fakt unë kam qenë, për shembull kur kemi diskutuar sa i përket kuotave, pavarësisht se në vende ku politika është domeni burrave dhe Shqipëria mbetet ende të ketë një mentalitet tillë, sado që ne kemi atë 30% e kuotave, unë kam qenë që më mirë mos kishte kuota. Të ishim nëse ne duam barazi, atëherë të ishim gratë cilësore. Po. Pjesa. Sepse ka raste në të cilat për shembull unë dëgjoj shpesh koleget mia nga Partia Socialiste kur jemi në takime brenda dhe jashtë vendit, të cilët thonë që kryeministri jon ka vënë kaq që gra të cilat janë ministre. Nuk është kjo çështje sa gra ka vënë ministre. Sa i dëgjohet zëri këtyre grave? Sa fuqi kanë këto gra ta kundërshtojnë qoftë kryeministrin për një çështje thelbësore, për një arsye. Kjo është suksesi i numrit të grave. Nuk është suksesi i numrit të grave, janë kaq gra dhe gratë mbajnë vetëm numrin dhe tundin kokën. Ajo se sa dëgjohen gratë në politikë është se sa e ngren zërin gratë në politikë. Sa ngren realisht? Po jo të gjitha e ngren zërin. Disave u konvenion që të tundin kokën, disave u konvenion të ngren zërin. Me thënë të drejtën, unë kam qenë ndër ato që e kam ngritur zërin. E kam ngritur zërin dhe aty ku s'm ka pëlqyer. Madje kemi qenë plot herë edhe me zotin Basha në takime, në tryeza shumë të ngushta. Ka patur plot raste në cilat nuk më ka pëlqyer dhe kam thënë që kjo gjë nuk më pëlqen. Do të thënë, mua më pëlqen të them atë që mendoj, sepse nëse një debat konstruktiv nuk ekziston, atëherë nuk mund të ecësh përpara. Nuk mundet, edhe lideri vet, unë në fakultet studentëve i them nuk dua student që tundin kokën, edhe pse pedagogu mund thotë diçka e cila atyre nuk u pëlqen. Mësohuni që tani që të kundërshtoni. Jo ai kundërshtimi që sepse ne kundërshtimin e kemi gjithmonë në aspektin negativist. Jo, thoni mendimin tuaj. Të thuash mendimin tënd nuk është asnjëherë keq dhe është gjëja më e mirë për të ecur përpara. Çfarë vlerë mund të sjellë një grua, ndryshe nga një burr në politikë? Po e shoh nga pikpamja gjinore. Nuk them, unë jam për atë që është e njëjta gjë. Një grua e plotësuar profesionalisht mund të sjellë atë që mund të sjellë një burr i plotësuar profesionalisht. Nuk dua ta shoh që kjo grua mund të sjellë atë elegancën, atë. Një grua sigurisht ka atë qetësinë, ka ndryshe nga një burr i cili mund të marrë. Por unë e them në aspektin e formimit, nëse të dyja palët janë formuara, të dyja palët mund të kenë të njëjtën qasje në politikë. Nuk e ndaj që një grua është më jo, nëse një grua është e formuar profesionalisht, e shikoj përballë një burri. rëndësi ka pra formimi profesional? Absolutisht shumë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Ajo do na çojë përpara në politikë. Nuk mund të themi më sigurisht militantët janë të rëndësishëm, pjesa tjetër është e rëndësishme, por formimi, karriera profesionale janë shumë të rëndësishme. Të japin mundësi të japësh diçka nga jotja në politikë. Nëse ti s'ke diçka për të dhënë, do rish aty pastaj do tundësh kokën, s'ke çfarë jep. Është vërtet, a ka meritokraci në partitë politike shqiptare sot dhe a ecën ai që është realisht më i formuari, më profesionisti, apo ecën ai që rri urt edhe urt e but edhe tut me kokën edhe ecën përpara pak a pak? Po edhe ka. Nuk them që s'ka, edhe ka. Po ka edhe nga ata të cilët unë thash në fillim që
nuk i duan brenda llojit, nuk e duan të jetë dikush i formuar, i vën barriera, i ndërtojnë lloj-lloj kurthesh që mos hec përpara. Ka dhe nga këto. Do me thënë, ka edhe meritokraci, po ka edhe nga këto cilët të vendosin barrierat, cilat ti ndoshta në perceptimin tënd nuk i mendon dot, po kur i kupton pastaj thua, po pse mund ta bëj kur unë nuk kisha ndërmend as t'i zja vendin, as ta konkuroja, as t'i bëj asgjë, pse duhet ta bënte? Është mënyra se si dikush e ka ndërtuar karrierën e vet, duke ndërtuar barriera kundrejt tjerëve. Po kjo nuk është mënyrë për të ecur përpara. Kjo është mënyra që disa kanë zgjedhur të bëjnë. Është çështje e tyre pastaj. Thash është çështje karakteri. Nuk e ndryshojmë dot se cili ka vetë. Po edhe do të thotë që janë shumë të pakta raste, po? Shumë të pakta jo, po edhe ka. Edhe meritokraci ndonjëherë. Edhe ka meritokraci, por që ka diçka që siç edhe e keni parë në politikën e kohëve të fundit, që them edhe ka meritokraci, se duke parë këto lëvizjet për interesa shumë të ngushta personal, them që i ke dhënë përgjigje gjithçkaje që asaj që po them unë që edhe ka meritokraci, sepse politika mbahet, domethënë në politik duhet mbahesh mend për një lloj koherence dhe për një lloj, jo për një lloj, por për integritet. Në momentin që ti shkel me këmbë këto të dyja, pastaj të rroft ka rrigje. Maj ka rrigjen, se tjerat i ke thënë rupafshin, po flas kështu tani. Ka një interes njerëzit për politikën, sepse politika bëhet për njerëzit. Për sa kohë ka nga këto figura politike, sigurisht që fillon bie interesi, Aurora. Për shembull, unë kam koleget mia shumë të mira, me cilat bisedoj dhe i kemi në fakultet dhe me thënë të drejtën, duke e parë politikën në këto nivele ku shtyhen dhe bëjnë gjithçka për të patur atë post, pa menduar për asgjë, pavarësisht se nga mëngjesi darkë bëjnë sikur shajnë hallet e shqiptarëve, po në fakt as e kanë mendjen fare të shqiptarët, bëjnë darkë ulen dhe bëjnë kalkulimin i sati dhe sata do jem unë. Kështu që për aq kohë sa ka këto figura, sigurisht që këta profesionistët e mirë, këta intelektualët e mirë stepen. Ndaj dhe në 2017 mendova dhe kur bisedova i rikthehem prap me tim vëlla dhe me tim shoq, im vëlla po më thoshte, mor, duhet ketë ca figura si puna jote dhe koleget e tua që të filloj të rritet besimi tek politika. Se ndryshe, duke patur gjithnjë nga këto që thot dikush, ky është mandati imi 5, ky është mandati imi 6, po luftoj për shtatin, pa patur asgjë, pa bërë asgjë, me thënë drejtën, sikur fillon zbehet ajo dëshira për të përfshirë politikën, të bëjnë çfarë duan, unë po shoh punën time. Në këto 5 vite ka qenë numri i atyre cilët janë përfshirë për dhënë kontribut në perceptimin tënd, ka qenë në rritje apo në paksim? Sepse mua më dhën për shembull kur në krahasimet që bëhen thuhet, parlamenti intelektual ka qenë ai pas viteve 90. 2003 në vitet pakaluar. Dhe fillon ka qenë drejtori Golli, ka qenë me thënë i përmendin me emra dhe janë vërtet ata të cilët kanë bërë revolucion në sektor caktuar. Ndërkohë që jemi këtu, kur këto raste pastaj i përmendim me gishtat e dorës dhe lodhemi që të gjejmë disa modele fatkeqësisht. Aurora, kemi një problem shumë të madh. Në politikë është e vështirë të pranohen të rinjt. Unë kam parë veten time në 2017, mendoja që do mirëpritesha për kontributin që dash, hyra 35 vjeç politik, nuk isha një moshë të madhe, po as e re fare nuk isha, sepse historia ka treguar që ka politikanë dhe politikane që kanë hyrë edhe më të rinj se kaq. Kemi pas kryeministin 30 vjeç, kështu që dhe mendova që do mirëpritesha, për faktin që kisha një background nga një familje e ishte përndjekur, nga një më, kisha ca gjëra e arritur profesionalisht, ai sa kisha bërë, se ka dhe më shumë, nuk them. Me thënë të drejtën, janë klishe të gjitha ato që dëgjojmë që të vinë të rinë jo. Me sa po shohim është e pamundur, domethënë të ftojnë, po të rishte dera. Se në pas derën e ketë mbyllur. Dhe kjo është lufta e të rez dhe të vjetrës. E vjetra duhet ta përkrah dhe ta mbështes të ren. Dhe nuk duhet në asnjë lloj forme ta anatemoj, t'ja bëjt pamundur të qëndruarit në politikë. Dhe kjo është arsyeja përse ke parë gjithnjë e më pak figura të reja intelektuale nga universitetet, nga fushat ndryshme, sepse shikon po të njëjtat figura, ti e shikon edhe sot. Për shembull, ne kërkojmë listat hapura, dhe listat e hapura janë mënyra më e mirë për t'i përcithur këto figura. Dhe ti shikon ende që mbështetet fort një kod zgjedhor që është me listat mbyllura. Dhe listat e mbyllura ti bëj sërish kryetari, vendosi kryetari besnikët e tij, ata 34 vjeçarët në politik, dhe me këta t'ja paraqesi shqiptarëve dhe thot unë jam
e ardhmja, e cila i përket vetëm së shkuarës. Kështu që kjo ka qenë arsyeja pse nuk shef të rinj politik, sepse janë shumë pak të mirëpritur nga të vjetrit, të cilët e kanë marrë peng atë pjesë të politikës dhe nuk e lëshojnë. Derisa ta mbajnë peng, do kesh gjithnjë më pak nga këto figurat e reja intelektuale. Real, zakonisht për shkak të profesionit, domethënë e ke sjell edhe në politikë atë ndjeshmërinë për pjesën sociale. Pa diskutim. Duke qenë se fusha jonë është patjetër ajo që punojmë dhe kontribuojmë për gratë dhe vajzat në Shqipëri, çfarë është bërë deri tani për vajzat dhe gratë në Shqipëri edhe çfarë mund bëhet më shumë? Çfarë ke bërë ti specifikisht? Domethënë edhe brenda partisë, edhe jashtë në rolin e deputetes, me ligje të ndryshme etj. Fole pak përpara për pjesën e dhunës me bazë gjinore. Çfarë është bërë dhe çfarë mendon që mund të bëhet për të ndryshuar këtë situatë vajzave dhe grave, e cila në fakt fatkeqësisht vazhdon të mos jetë e mirë? Faktikisht vazhdon të mos jetë e mirë dhe me gjithë punën e vyer të organizatës që ti përfaqëson, Elira. Me gjithë propozimet që ju sillni, pa diskutim që janë propozime shumë të mira dhe propozime që vlen të merren në konsiderat. Po shumë herë ka diskutime dhe shumë herë kur duhet të finalizohen me vot unanime, mbetet aty dhe mbetet thjesht një çështje në diskutim. Për shembull, ka qenë një propozim që Linda Nikolla do të sillte kuvendit, komisionit, posaçërisht komisionit ton, ka mbetur aty mbeti, domethënë sepse është një çështje ende diskutohet si një çështje e cila nuk është prioritare. Domethënë kur flitet për dhunën me bazë gjinore, domethënë sigurisht që ne, të cilët më parë kemi punuar dhe punojmë, e trajtojmë si një çështje prioritare, por një pjesë e tyre nuk përfshihen shumë sepse e shikojnë si një çështje që nuk bën pjesë të ato prioritetet e tyre. Pa diskutim që ka shumë për të bërë e tjera. Ka shumë për të bërë sepse sot e kësaj dite ne flasim për forcimin e ligjit. Sa shumë, unë në 2021 kam qenë pjesë për të hartuar programin për barazinë gjinore. Dhe ajo që partisë. Dhe ajo që kam propozuar ka qenë fakti që të kishte më shumë buxhet për gratë, edhe në parti. Sepse janë gratë të cilat përfshihen politik, por që janë më pak të mbështetura financiarisht dhe ti e ke propozuar dhe ne kemi diskutuar një gjë të tillë. Më shumë buxhet sa i përket GDP-s të ketë më shumë zë, sepse nëse ne do të kemi më shumë para, do të kemi mundësi më shumë të bëjmë diçka për këto gra. Nëse një grua, ne themi forcimi i ligjit, unë them nuk ka nevojë, ligji është shumë i mirë, ligjet i kemi shumë të mira. Çështja këtu është implementimi. Dhe fakti që kjo nuk implementohet, është fakti që nuk ka mundësi, nuk ka hapësirë të implementohet. Nëse ti lë një grua dhe jep një urdhër mbrojtje, e lë në një çatim me një burr dhunues, nuk ka mundësi të shkojë diku, të strehohet diku, të qëndrojë për një kohë gjatë, të punojë, të marrë një profesion, të gjendet një punë, të jepet një mundësi që fëmijët të shkollohen, të shkojnë në një kopësht. Më thoni mua se sa gra do të shkojnë të referojnë dhunën që kanë nga bashkëshortët e tyre. Shumë. Ke shumë gra në zonat rurale, por edhe në qytetet e tjera, të cilat durojnë dhunën sepse sistemi i referencës është vlen për të theksuar që nuk është në pozitat e duhura dhe mënyra vendi ku këto do të referohen nuk është çështje thjesht shelter. Është dhe çështje për të siguruar një strehim ka gratë të cilat dhunohen sistematikisht dhe qëndrojnë aty sepse nga sistemi i referencës dhe deri tek vendi ku do vendosen dhe deri tek mundësia që u jepet për të vijuar jetën më tej, e kanë zero. Dhe duke patur një pamundësi të tillë, pa diskutim, që preferon që ndrojnë aty dhe më pas kemi këto rastet të finalizuara fatalisht siç kemi dëgjuar shpesh. Kështu që ne kemi propozuar, kemi diskutuar në komision, po kanë mbetur aty në letra e tjera dhe gjithmonë më shohet ligji forcimi i ligjit. Kemi ligjin më të mirë. Unë mendoj që kemi ndër ligjet më të mira. Nuk mjafton ligji. Mjafton që të kemi më shumë para në dispozicion të kësaj çështje kaq delikate që është për vendin tonë. Sepse fuqizimi ekonomik i gruas është vërtet një fuqizim. Aq më tepër, në fakt, duhet parë edhe në një realitet që intereson të gjithëve tashmë, sepse kanë ndryshuar edhe konjunkturat e brendshme për shkak të emigracionit vazhdueshëm, ka mangësi të theksuara në tregun e punës, ndërkohë që gratë janë një potencial shumë i madh. Të dhënat tregojnë që janë më të diplomuara se burrat, por një pjesë rinë në shtëpi se nuk kanë ku të lënë fëmijët, apo duhet kujdesen për prindrit e bashortit apo prindrit e tyre. Pra, mungon pastaj edhe nga pikpamja ekonomike do t'i leverdiste çdo qeverie apo çdo dhe partie tani që janë në këtë fushat elektorale për të bërë një propozim se si këto gratë cilat janë
brenda në shtëpi të marrim dhe t'i fusim në tregun e punës, se kjo automatikisht përkthehet sipas vlerësimeve që kanë bërë në raportet ndërkombëtare mbi 350 milionë euro kontributin në ekonominë shqiptare në vit, në rast se do integroheshin. Aurora, kur kemi propozuar në programin e Partisë Demokratike që fëmijët të qëndrojnë deri në 4:30 në shkollë, të kenë ushqim, të kenë studim, i duke thësh, këtë dëgjonim nga këta që bënin analizat kundërshtare tanë politik, thonë ç'është kjo? Po në fakt kjo sjell të ardhura. Pse? Se duke patur një fëmijë që e lë në shkollë deri në 4:30, studion, ushqehet, edhe nëna e cila rritet deri e shkollës ta pres në orar pa orar, dhe është detyruar që mos punojë për t'ju përkushtuar fëmijës, do gjejë një punë, do punësohet, do gjenerojë më shumë të ardhura në familje, dhe një familje do të ketë një ekonomi më të mirë. Dhe ky fëmijë do të jetë më i sigurt. Konsumin automatikisht paguhet taksa, pa rritet GDP-ja, pra në një rreth vicioz ka vetëm përfitime. Pa diskutim. Po kjo nuk është bërë, pra, sepse nuk janë prioritete, pra janë prioritete gjëra të tjera të cilat për vendin tonë nuk janë prioritet. Këto janë prioritet. Pra duhet shikohet në një aspekt më të gjerë dhe më largpamës. Gjë që njeriu hyn në politik për veten e tij, paktën deri tani, apo hyn për njerëzit, për atë që duhet jetë qëllimi final. Se kemi zgjedhje përpara. Si me çfarë mendje futet dikush në politikë? Kam parë që e kam thënë plot herë dhe e thash që ka personazhe të cilët kanë hyrë në politikë pas gjë, dhe janë pasuruar shumë. Okej, kjo është çështja e tyre, tani kemi një SPAK i cili uroj të bëj punën e tij, ka mbështetjen e gjerë tek shqiptarët dhe uroj dhe shpresoj që të bëj një punë të mirë. Unë besoj dhe mendoj që një personazh, një person duhet hyrë në politikë për të bërë diçka për vendin e tij, sepse është vendi ku do të rrisim fëmijët, është vendi ku kemi vendosur të jetojmë bashkë me fëmijët, ne dhe shumë shqiptarë tjerë, fatkeqësisht një pjesë po prapë e madhe janë larguar pikërisht prej kësaj figure politikanësh, të cilët e kanë shfrytzuar karrieren e tyre për të pasuruar vetë, për të bërë diçka për vendin, por unë mendoj që një personazh, përfshi dhe mua, unë kam ardhur e plotësuar në politikë, edhe ekonomikisht, edhe profesionalisht. Dhe shikoj veten time në politikë për të kontribuar, për të dhënë diçka nga ajo që bëj dhe di unë për vendin tim, sepse duke dhënë diçka për vendin tim, mendoj që bëj një vend më të mirë ku të jetojnë niprit e mi dhe fëmijët e mi dhe të gjithë shqiptarët. Këtë mendësi kam unë, dhe nuk është fare populiste. Dhe me këtë mendësi kam hyrë në këtë botë kaq të çuditshme ku shqyhen për karrike, do ta them kështu, mund duket shumë e pabesueshme, por për mua ky është mendimi që kam për se duhet hysh në politikë. Dhe duke u kthyer pak te pjesa e hyrjes në politikë, po e aksesit vajzave dhe grave në mënyrën se si hyn në politikë, unë kisha dy pyetje. E para, a keni garantuar brenda partisë tuaj një financim të vajzave dhe grave në politikë? Ne në fakt prej vitesh tashmë edhe së bashku kemi garantuar që kuotat të jenë të mirë zbatuara edhe nga partitë politike, edhe për sa i përket listave të kandidatëve, por kuptojmë që nuk duhet mbetet aty, sepse ne japim mundësitë barabarta për të garuar, por pastaj nuk i japim aksesën. I themi ja, kjo është gara, do vjet tani. Ti një breshk, po garon me lekujt të cilët janë me shumë para. Si përgjithsisht nga studimet tona del që vajzat dhe gratë, edhe kur janë kandidate, po edhe kur janë antarët partije politike dhe strukturat e forumet grave brenda partije politike, kanë zero akses në financat politike të partisë, sidomos ato publike, se janë ato që ne monitorojmë. Nuk kemi akoma stadin në Shqipëri që të arrim të monitorojmë edhe të gjitha financat e tjera, se ky është një hap shumë i madh që do hidhet në politikën shqiptare. Qa mund të bëjmë shumë, qa keni bërë për këtë pjesë, edhe qa mund të bëjmë shumë së bashku për të garantuar këtë akses vajzat dhe grave të cilat janë në politikë? Elira, kjo është çështje të cilën ne kemi diskutuar dhe të falenderoj për faktin që ke këmbgulur që kjo çështje të bëhet të diskutohet gjërësisht dhe pse jo dhe të implementohet. Pa diskutim, tani që ne jemi një grupim, sigurisht këto financat i kemi në çik të vështira, por flas në parim. Në momentet, po flas për fushatën e 2021-shit dhe më tej çfarë do të bënin dhe çfarë do bëjmë nëse do të kemi mundësinë që të rikthehet çështja siç ishte në fillim. Pa diskutim që mbështetja ndaj grave do të ishte prioritet dhe këtë e kemi diskutuar, madje e kemi vendosur edhe në programin e Partisë Demokratike kur e shpalosëm në datë 1 qershor, përpara se të ndodhin ato ndryshimet
zhvendosja e vulës e logos e tjera me radhë. E kishim të parashikuar mbështetjen financiare ndaj grave në të cilat do të jenë kandidate për deputete në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo ishte prioritet, sepse duke parë një vështirësi me cilën gratë u përballën në zgjedhjet e 2021-shit, ku ishin të detyruara të bënin atë fundraising, atë mbledhjen e fondeve ose të përballonin të gjithë fushatën vetë me shpenzimet e tyre, sigurisht që nevoja për të patur një mbështetje nga partia ishte shumë e madhe dhe propozimi që ju si organizat keni dhënë ka qenë fantastik dhe vlen të theksohet që është implementuar në një pjesë të mirë edhe në programin e partisë tonë. Është në parlament projekt ligj, unë uroj që uroj që të votohet sa më shpejt, sepse është një nga gjërat më të mira që duhet sigurisht gratë ka nevojë. Them prap, politika në Shqipëri është domeni burrave dhe ata janë ata të cilët ligji i partive politike në fakt ka nevojë për rishikim në të gjitha aspektet e veta, por veçanërisht edhe në këtë propozim që ne kemi bërë që të paktën 10% e financave publike që jepen për partitë politike të kalojnë strukturave të grave brenda partive politike. Tashi, ne kemi pjesë të podcastit, në fakt, kemi një gjë që e kemi menduar interesante, është që secila për jush duhet t'i bëj një pyetje koleges së ardhshme që do t'jetë e ftuar në podcast. Cila do t'ishte pyetja që ju do të kishit pa e ditur se kush është, për një gruan politik të cilën ne do ta kemi të ulur aty në vendin tuaj. Unë nga fillimi i intervistës deri në fund i dhash një rëndësi shumë të veçantë integritetit gruas, sepse në fund fare kur ke integritet ke mundësi dhe aftësi dhe fuqi të ngresh zërin dhe të mos jesh thjesht një grua që tund kokën për gjithçka thotë kryetari. Dhe që ta kesh këtë duhet kesh integritet. Dhe do të thoja për kolegen apo për zonjën që do të jetë pjesë e podcastit tuaj, që sigurisht do të ishte kënaqësi t'i bëja një pyetje të tillë, sa rëndësi ka integriteti dhe me çfarë ose më saktë sa rëndësi ka integriteti juaj si zonjë dhe çfarë do ta cënonte atë me përfshirjen tuaj në politikë? Është interesant. Integriteti politik është një temë vetë. është një nga vlerat që duhet janë vlerat kryesore që kërkohen, por fatkeqësisht e gjejmë shumë pak dhe të falenderoj. Mendoj që në momentet caktuara, të paktën e mendoj unë, gratë cilat janë politik duhet të gjenden edhe përpara zgjedhjeve, nëse duhet vazhdojnë të jenë pjesë e politikës apo të shkelin mbi integritetin e tyre. Shpresoj shumë që mos t'i bjerë asnjërës një shans për të bërë këtë zgjedhje, por besoj që duke parë situatën edhe klimën në tërësi, besoj që me zgjedhje të tilla përballen çdo ditë. Integriteti pikërisht ai që marrësh vendime të dhura edhe atë kur ishte njëri. Integriteti është ai i cili kur ke një integritet dhe nuk do ta cënosh atë, sigurisht ti vendos zgjedhje të largohesh dhe vendos që ta shikosh të mos shikosh gjithnjë dritë në fund të tunelit, po ti të vazhdosh të hecesh, por me idenë që ti mos shkelësh këtë integritet. Prandaj që të mos largoheni, po të qëndroni aty dhe të këmbgulni, sepse po e mbyll me shprehjen që ti the, ai sa ngrem zërin, aq kemi zë. Kështu që qëndroni, ngrini zërin, jo vetëm për gratë dhe vajzat në politik, por për gjitha gratë dhe vajzat në Shqipëri dhe për gjithë komunitetin, i cili ka jashtëzakonisht shumë nevojë për zë dhe ne e kemi parë një kërkesë të madhe të përfaqësuesve të duhur në politikën shqiptare, të gjitha atyre zërave të cilat nuk mund të dëgjohen ndryshe. Faleminderit Orola Pampuri që isha me ne sot si një nga profesionistet e mira të politikës. Faleminderit për kontributin që ke dhënë deri më sot dhe të urojmë suksese në 2025. Elira, shumë faleminderit. Ju jam mirënjohëse Elira Aurora për këtë intervistë kaq të bukur me dy zonja kaq profesioniste. Një intervistë e cila kaloi kaq shpejt dhe u ndjeva kaq shumë mirë. Faleminderit edhe për mesazhet shumë të vëra. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët edhe në këtë episod të radhës të Vox Politics. Faleminderit Aurora Sulçe. Kënaqësi gjithmonë Elira dhe presim përfaqësuesen e radhës. Patjetër për gjithë energjinë pozitive që sjell gjithmonë në çdo studio ku je. Dhe faleminderit gjithëve ju për vëmendjen tuaj. Presim siç e tha Aurora, kolegen e radhës, e cila do të na flas pikërisht për jetën, karrierën, edhe çfarë mund bëhet më shumë për politikën shqiptare, duke filluar ndryshimin që nga vajzat nga gratë. Elira Çepani, Vox Politics, faleminderit, gjithë mira.